Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një supë kremoze me perime të pjekura. Atëherë, për këtë supë kam gjysmë kokë me hudhër, është kjo këtu të cilën e ndaj në mes, nuk është se i qirojmë një nga një kokrat. Kemi gjysmë kokë hudhër e tham, kam 350 gram kungull, është kungull dimëror, pastaj se si do jetë kungulli, zgjidhni vetë sepse format i kanë të ndryshme. Kam patate të ëmbël 360 gram, megjithatë dhe patatet do ta shikoni se pak a shumë kur e blejmë, po themi ka më të mëdha, ka më të vogla. Është gati te 360 gram. Kam 380 gram qep dhe 270 gram i kam karrota. Këto janë për perimet, ndërsa për lëngun që ne do përgatisim, që do t'ja shtojmë pastaj perimeve të pjekura, kam 1 litër e gjysmë ujë. Dhe neve kur ta shtojmë tek supa do ta shikojmë vetë se sa shumë të lëngshme e duam. Por kam 1 litër e gjysmë ujë të thjesht, por mund të përdorni dhe lëng kockash ose lëng të pulës. Keni zier një pulë po themi, keni lëngun dhe mund t'ja shtoni. Kam 1 litër e gjysmë me ujë dhe kam 2 lugë gjelle të rafshta me veget. Dhe për t'ja shtuar në fund, në fund që do ta blojmë dhe do ta bëjmë kremoze, shtoj 100 gram djath Philadelphia, ose mund të përdorni dhe djath të shkrirë, sipas dëshirës. Kemi krip dhe piper. Këto janë përbërësit dhe do fillojmë dhe do shtrojmë në tavë perimet. Perimet i kam qëruar, të gjitha, i kam prerë në kubik, nuk i duam dhe copa shumë të mëdhaja që të piqen sa më shpejt. Mos të na abonojmë dhe shumë në pjekje, po themi. Dhe shtojmë gjitha perimet. Do t'i lëni që të piqen mirë, sidomos qepa në qoftë se karamelizohet në furrë, i jep një shije shumë fantastike. Do shtoj dhe patatet e ëmbla. Do të bëj normalisht edhe vajin, sepse do t'i pjekim. Atëherë kam shtruar perimet. Tek perimet do shtroj kripën. Atëherë kam shtuar krip, do shtoj dhe piperin e zi. Kemi shtuar dhe piper, sipas dëshirës se sa doni të shtoni. Dhe do shtojmë edhe vajin. Do t'i shtojmë vaj, aq sa që ta shikojmë që kanë nevojë për t'u pjekur. Normalisht duan vaj. Ja shtojmë. Atëherë kemi shtuar vajt të gjitha perimet tona dhe i kemi gati për në furrë. Këto janë perimet që do përdorim, kështu siç e kemi i fusim në furrë. Do t'i fusim në 200 gradë për aq kohë sa të shikojmë ne që dhe perimet janë zbutur, po dhe kanë marrë një ngjyrë të mirë të pjekur, sepse do ta shikoni kur fillojnë të piqen, lëshojnë një aromë dhe shije shumë fantastike, sidomos hudhra dhe qepa lëshon shije shumë të mirë kur piqen. Prandaj mos u trëmni kur fillon të merr pak ngjyrë, nëse ka nevojë lëvizini pak perimet, derisa të fillojnë të piqen të gjitha. Këto janë perimet dhe tham do t'i fusim në furrë në 200 gradë, për aq sa të ketë nevojë, dhe njëkohësisht ne përgatisim dhe ujin që do shtojmë. Ujin, shtojmë dhe vegetën, i vendosim në zjarr. Në momentin që të marrë val, lërin të ziejë 5 minuta dhe kemi gati që kur të piqen perimet, t'ja shtojmë lëngun dhe do ta blojmë, ta bëjmë supë kremoze. Atëherë i futim në furrë për 200 gradë. Në 200 gradë. Perimet janë pjekur. Hudrën do ta shtrydhim që të dalin thelpin që janë pjekur. Nëse ju pëlqen mund të shtoni dhe gjithë kokën e hudrës. Ka një shije fantastike kur piqet. Atëherë do t'i marrim perimet dhe do t'i kthejmë në një enë të thellë. Qoftë një tas i madh, një tenxhere, sepse do t'i fruloj, do t'i bluaj me mikser.
Të mirë të gjitha perimet. Atëherë të këta si që kemi shtuar perimet, do shtoj nga lëngu që unë kam përgatitur. Nuk kam dëshirë që ta shtoj të gjithë lëngun një herësh. Gjithmonë kur unë supën e bëj kremoze, nuk e shtoj të gjithë lëngun një herësh. Ose nëse kam zirë perimet e lëngu, heq lëngun e tepër dhe e frulloj me pak lëng. Dhe nëse unë e shikoj që po themi dua dhe pak më të hollë, atëherë vazhdoj të shtoj lëng. Sepse nëse e bëjmë shumë të hollë, pastaj do jetë e vështirë që ta trashim. Ndërsa nëse është e trash, atëherë është shumë e lehtë që neve ta hollojmë. Atëherë pasi unë e kam bluar me mikser, e shikoj që do edhe pak lëng, sepse unë nuk e dua kaq të trash, por thash gjithmonë do ta shikoni sa të trash e doni juve apo sa të hollë po themi. Po shtoj edhe pak lëng dhe në këtë kohë do shtoj edhe djathtin Philadelphia që ta bluaj me mikser. Thash nëse nuk keni dëshirë djath Philadelphia, se nuk ju ndodhet djath Philadelphia, mund të përdorni djath të shkrirë. Mund të përdorni 2, 3 ose 4 djathra të shkrirë. Por gjithmonë do ta kontrollojmë edhe për kripën, sepse perimeve kur i futëm në furrë i shtuam perime. Edhe uji normalisht supat e pulës që përdorim ose ku dëgjon lëng perime, çdo lloj gjëje do ta kontrollojmë për krip, që mos ta bëjmë shumë të kripur. Atëherë supën e kam përfunduar, e kam bluajtur. Unë kaq të trash e dua, megjithatë thash do ta shikoni vetë, prandaj dhe shtojmë këtë lëng që shtojmë dhe ja shtojmë avash avash pastaj për të parë sa të trash apo sa të hollë duam. E kemi gati. Supa me perime të pjekura ka përfunduar, është gati, sipër i kam shtuar vetëm pak vaj ulliri dhe e kemi gati për ta konsumuar. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë miq të dashur.